E shikues të dashur, jemi rikthyer përsëri në studio. Unë thash edhe më herët që sot shënon data 4 mars, megjithatë jemi një ditë larg datave të shënuara për epopen e UÇK-s, data këto të veçanta dhe historike, të cilat në Kosovë janë duke u shënuar në mënyrë po aq të veçantë. Institucionet e Republikës së Kosovës po ashtu kanë publikuar edhe agjendën zyrtare të aktiviteteve për shënimin e epopesë së UÇK-s, e të cilat do të zhvillohen me 5, 6 dhe 7 mars. Unë po i lexoj vetëm çysh do të fillojnë dhe çysh do të përfundojnë në fakt, për shkak se edhe nesër kemi kohë për me i diskutuar gjitha këto çështje dhe specifikisht do të ndalemi tek një aktivitet i organizuar nga Federata e Motociklizmit të Kosovës dhe klubet të tjera të cilat janë bashkuar patjetër. Unë po e lexoj. Agjenda fillon me 5 mars, pra epopeja nis me 5 mars në orën 8, kur ora e parë mësimore në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës do t'i kushtohet epopesë së UÇK-s dhe pastaj do të përfundoj në fakt në orën 18:15 më datën 7 mars do të bëhet ndezja flakadanëve në 7 rajonet e Republikës së Kosovës, ndërsa në orën 19 në sheshin Adem Jashari në Skenderaj do të mbahet program artistik. Këtu janë fillimi dhe fundi në fakt i këtyre aktiviteteve për shkak se 5, 6 dhe 7 mars shënohet me mbledhje solemne, me aktivitete të shumta gjatë ditës, po ashtu homazhe dhe përkujtimet të cilat do të bëhen për nder të epopesë së UÇK-s. Ndërsa saj përket parakalimit me motor, po ashtu paraglidem, që do të kemi gjatë datës 6 mars, do ta diskutojmë ne këtu në studio. Në studio kemi Nuhi Llugaxhiu, është kryetari i Federatës së Motociklizmit në Kosovë, po ashtu janë të bashkuar bashkë me klubin aeronautik Shqiponia të Kastriotit dhe motoklubi Dardanët e disa klube të tjera po besoj të cilat janë bashkuar në këtë organizim, po që tutje detaj dhe forma se çysh është organizuar dhe çka do të ketë më datën 6 mars, do të na tregoj vetë mysafirit që tashmë e kemi në studio. Mirëmëngjes e mirë se na kjohet. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Është kënaqësi që ju kemi këto. Është organizuar nga veç federata juaj apo janë bashkuar dhe të tjerët apo? Do thotë kjo është një aktivitet i përbashkët, do të në bashkëpunim me klubin Shqiponia të Kastriotit dhe Dardanët dhe gjithë ata të cilët përveç klubeve që janë të antarësuar në Federatë Motociklizmit, do thotë janë pjesë e këtij organizimi të gjitha klubet të cilët janë në Kosovë në aspektin e motociklizmit. Është një aktivitet pak më ndryshe se aktivitetet tjera në kuadër të ditëve për epopejën e UÇK-s dhe ne kemi arritë që me datën 6 të këtij muaji do të fillojmë diku prej orës 9. Pikë takimi është në Bresje, do thotë në parkingun e madh të Hipetrollit dhe prej aty vazhdojmë për Kumaran, ku i bashkangjiten kolonës së motociklizmit edhe motoristë tjerë të cilët vinë nga regionet të ndryshme dhe prej aty vazhdojmë për në Skenderaj. Skenderaj është e parapame që të kemi në sheshin e Skenderajt ku përmes klubit Dardanët do të kemi marrë leje që ta zhvillojmë një aktivitet, një ceremoni ku pritja e gjithë motoristëve nga Kosova do të bëhet nga klubi Dardanët dhe atë do të kemi homazhe te shtatorja e Adem Jasharit dhe gjatë kësaj pjese paraglidistat do të bëjmë të tërimet e tyre me paramotor në shesh, duke na përcjell neve si motorista të cilët vazhdojmë gjatë rrugës dhe prej atë pas përfundimit të kësaj ceremonie do thotë së bashku me paraglidista do të vazhdojmë për në Prekaz, ku gjatë gjithë kohës do të kemi përcjellje nga lart, të cilët kanë simbolet ndryshme, kemi dizajnuar një flamur ku Adem Jashari është me motor dhe do të jetë pjesë e këtij aktiviteti. Dhe si pjesë e agjendës, do thotë do të vazhdojmë për në Prekaz. Në Prekaz, si çdo herë, do të bëjmë nderimet tona të larta për dëshmorët e kombit dhe pastaj do të jetë një vizitë në familjen Jashari. Kështu që kjo është pak a shumë agjenda se si do të vazhdoj. Do të është një organizim i 3 institucioneve, ta quaj kështu i 3 organizata, do të Federata e Motociklizmit Kosovës, është klubi aeronautikës Shqiponiat e Kastriotit dhe është klubi Dardanët, ku ne bashkërisht kemi arritur që ta bëjmë këtë aktivitet sa më të gjatë dhe sa më të madh dhe ta shënojmë këtë ditë, do thotë 6 marsin, në mënyrë sa më të mirë të mundshme, që të kujtojmë jetën dhe
dhe veprën dhe sakrificën e familjes jashari dhe gjithë dëshmorëve të cilët kanë rënë për lirinë e Kosovës. Kjo aktivitet organizohet në motën të ndrojmë historinë tonë të lavdishme, do të thotë me titullin Parakalim motoristik, sepse dhe paraglajt do t'jenë me paramotor edhe ne të cilët do t'esim gjatë rrugës, do t'jemi me motocikleta. Pra pas ka vende ose situata do të thotë gjatë ditës ku edhe jeni të dy palët, sa në ajër, sa në tokë. Kjo është e bukur e kësaj, sepse del një fotografi dhe është një interesim i gjithë të pranishme, kur qojnë, sepse ne jemi duke lëviz për rrugë, edhe në ajër janë duke lëviz paramotor të klubit Kastriatët, të cilët i japin ngjyrim, i japin shije, emocion këtij aktiviteti. Kështu që është e bukura krejtësaj që këto ditë të rëndësishme historike të shënohen në këtë formë, jo vetëm përmes formave të zonë vendosjes buqetave me lule o homazheve ose kështu, mirë po edhe përmes sportit dhe kisha bo thire që gjithë me marrë pjesë në mënyrë sa më masive që të bëhet kjo organizim kaq madhështor. Policia Kosovës gjithashtu do të na përcjell gjatë gjithë rrugës. Janë të njoftuar për aktivitetin edhe gjithë organet, pëmënej institucionet përkatëse, Komuna e Skenderajt, Policia Kosovës, të cilët janë ndjeni që do të ndodhë një aktivitet i tillë, ka ndodhë vitin e kalum, mirë po këtë vit presmi që t'jetë ma masiv dhe t'jetë ma dinitaz, në mënyrë që ta shënojmë këtë ditë sa ma mirë të mundshme. Edhe kur bëhet shumë më madhore, patjetër që merr edhe jone dhe më të madhe, edhe si temë, edhe si diskutim, edhe si dohet historike. Sigurisht që po, se edhe mu i marë shënon për ne motociklizmat edhe shënon edhe daljen në rrugë, një farfor me krimin e kushteve atmosferike, po flasë për Kosovë, për regionin tonë, kështu që është një mundësi e mirë që ndoshta gjithë ata të cilët i kanë për disa muaj i kanë pas të fikun motocikletat, do të me këtë datë të fillojnë një diçka shumë bukur. Mos harrojmë që klubi Dardanët ka bërë një punë shumë mirë që për gjithë ata të cilët, për gjithë motoristat, për gjithë pjesëmarrësit do të shtron një iftar, do të pas gjithë aktivitetit që do të zgjatë gjatë gjithë ditës, kështu që krejt ata të cilët janë të interesuar dhe kanë kohë, do të klubi Dardanët i bën ftesë, i thirr që bashkohen në këtë iftar, ku mund të diskutojmë temat ndryshme dhe mund të kalojnë disa qaste me njëri tjetrin, aspekti socializimit, njohja ma madhe mes komunitetit motociklizmit. Pra, nuk do t'jenë vetëm pjesëtar të këtyre klubeve, ata që bëjnë pjesë në klube dhe marrin pjesë ndoshta edhe në aktivitetet tjera cilat ju i organizoni. Po kushdo që ditë nga motorin, mundet me u bë pjesë e këtij aktiviteti, apo jo? Definitivisht, do gjithë ata të cilët kanë një motociklet, i kanë pajisjet për motociklet, janë ftuar dhe mund të marrin pjesë në këtë agjendë, të bashkohen kolonës sonë dhe të vazhdojmë për Skenderaj dhe pas Skenderaj të vazhdojmë për Prekaz. Kështu që janë ftuar gjithë edhe nuk ka dallime, nuk ka, do të thotë, edhe në baza individuale, nëse çdo kush që çdo qytetar i Kosovës që ka një motociklet, është i ftuar dhe mundet me marrë pjesë në këtë aktivitet. Po besoj qytetarët e tjerë të cilët ju presin, ju shohin rrugës dhe patjetër edhe ata i gëzohen këtij momente gjatë kohës kur ju parakaloni. Motocikleta është vetë ashtu tërheqëse, kështu që më të vërtet krijon një atmosferë pozitive, sidomos të fëmijët të cilët kanë dëshirë që t'i shohin këto motocikleta gjatë rrugës. Mirë po thash, e bukura kësaj është që është një kombinim mes paraglajdizmit dhe motocikletës, ku ne vazhdojmë gjatë rrugës, kurse ata janë në qiell dhe është një diçka me simbole, sepse shumica e paraglajdistëve kanë do thot në paraglajt e tyre i kanë flamurin e Kosovës, flamurin e Shqipërisë, kanë bishkrimet ndryshme për këtë event, kështu që është një fotografi jashtëzakonisht e mirë dhe është një spektakël që me të vërtetë ja vlen të shikohet, ja vlen të ndjehet në këto momente. Ka qenë e hera e parë, do të thotë krejt organizimi ka shku mirë, meqense ju po vazhdoni edhe një herë të dytë dhe po prishni që të ketë edhe pjesëmarrje edhe masivitet më shumë. Vitin e kaluar ka qenë
nështë hera parë që kemi tentu me bo diçka në mënyrë të organizume zbashku me Shqiponjat e Kastriotit, ka qenë mirë, do të ka qenë një numër i konsiderueshëm i motocikletave, ku mirë ka dalë. Këtë vetë do të thotë jemi bashkëpunim edhe me klubin Dardanët, ku jemi zgjeru edhe në këshill organizative dhe në organizim besoj që do t'jetë shumë ma mirë se sa vitin e kalum. Kështu që presmi një masovizim të motocikletave të do të marrin pjesë në këtë event. Nuk është shumë herët, është prej orës 9 dhe 9:40, ku 9:40 do të nismi prej fush Kosovës. Dhe fatmirësisht që moti është shumë i mirë, mundën në shqyu edhe ata të cilët janë duke ju pritë në ndonjë event caktuar. Po, këtë vetë kohën e kemi jashtëzakonisht mirë dhe në këto momente kur flasim, më uroj që t'jetë edhe kjo kohë dhe në fund të këtij muajit. Mirë po, përveç kohës, do të kemi një interesim që të cilët na shkruajnë çdo ditë në rrjetet sociale, jo vetëm neve si federat, mirë po edhe klubi Dardanët edhe klubi Shqiponjat e Kastriotit, kështu që kemi një interesim këtë vit pak më të madh. Thash se është edhe muaj nashta ku njerëz të fillojnë që dalin në rrugë edhe sepse koha ka krijuar atë kushtet e veta që të përshtatshme për motocikletë që të fillojmë edhe sezonin edhe këtë vit. Sepse këtë vit na presin edhe shumë aktivitete tjera në aspektin e motociklizmit. Mirë po, ajo që ka shumë rëndësi është që kjo ditë e rëndësishme po festohet në forma ndryshme, do thotë jashtë asajna që është protokolare e institucioneve tona, që është jashtëzakonisht e bukur dhe e mirë. Atëherë me qënë se ju i përmendën edhe aktivitetet e tjera, po ashtu përmendët që kjo letjet një nisme e kësaj sezone ku edhe motorët pra dalin jashtë, deri tash kanë qëndruar të mbyllur edhe besoj të gjithë ata të cilët ngoasin motocikletën, mezi kanë prit me dalje dhe me qenë një aktivitet, një organizim i tillë. Na tregoni pak çka tutje dhe çu shqipret 2026. Nësë flasëm për aktivitetet e motociklizmit, garat në fakt dhe aktivitetet tjera, do të këtë vete kemi një kalendar të garave të ngarkum në aspektin e aktiviteteve, janë dikon 22 aktivitete gjatë gjithë vitit, të cilat ku në mesin e këtij aktiviteti është edhe për cilin po flasëm për datën 6 mars. Kemi gara, kemi risi, kemi mitingje, motomitingje të ndryshme, kështu që është një vit i mbushur me plot aktivitete, me plot gara dhe normal që kemi edhe pjesëmarrje në gara ndërkombëtare. Mirë po ajo që ka shumë rëndësi është që nga viti në vit sporti në Kosovë në përgjithësi jo vetëm në motociklizëm, por shkon në rritje dhe në zhvillim e sipër. Kështu që nëse i referohemi federatës sonë nga 8 aktivitete, po flas para 4 viteve, sot i kemi, do të këtë vit i kemi 22 aktivitete. Do të ku mbrana këtyre aktiviteteve normal që ka. Edhe janë dyfishuar edhe aktivitetet. Janë dyfishuar edhe aktivitetet, edhe kemi një rritje të madhe të interesimit edhe të trimëve dhe të rejave për më marrë me sportin e motociklizmit. Është mirë kjo për rinin e Kosovës? Absolutisht që është mirë, sepse sa rrinë kafe, është një fjallë, sa rrinë kafe ma mirë është më marrë me një sport. Pavarësisht çfarë sporti, edhe unë uroj që nuk është esenca që me qenë vetëm në motociklizmin, po sa ma shumë trit që të zhojnë korreshjen edhe të angazhohen kudo, në çfarëdo sporti, do të kjo është e mira dhe e bukura asaj, sepse na mon vitalitetin ton, energjin ton, mendjen e pastër dhe nuk kemi kohë më marrë me punë të cilat nështë nuk janë shumë të rëndësishme që hupum kohën. Kështu që sporti është... E kuptoj, fokusi të jetë diku tjetër. Po, mos jetë fokusi, po të jetë fokusi në sport. Dhe kjo është ajo që na kemi një rinit pastër, e kemi një numër edhe pse ka nis edhe rinia mu paku edhe në Kosovë, mirë po, ajo që është shumë rëndësishme është që edhe shteti jonë edhe Ministritë përkatëse duhet bojnë sa ma shumë që rinia me të vërtet orientohet sa ma shumë ka sporti. Mirë po për më orientu ka sporti, gjonat janë, që më thonë, për më morë me një sport ka dhe kostën e vetë. Po, a ka pista të mjaftueshme me i realizu qoftë si ushtrime, qoftë gara, ku mban këto gara në qoftë se janë brenda vendet? Kemi pistat mjaftueshme, sepse organizohen 2 lloj gara, 3 lloj gara, në fakt 4 lloj gara tash, kështu që kemi pistat të mjaftueshme në Kosovë për organizimin e sportit motociklizmit. Mirë po, për më organizu një garë të mirëfillt edhe për një garus me morë pjesë në një garë, me të vërtet ka një kostat të konsiderueshëm. Kështu që shumica e garuzve nështë
s'po tham hezitojnë, mirë po kanë talent, mirë po na dhe si federat nuk kemi edhe shumë mundësi nështë që krijojmë kushte që dalin përtej kufive të Kosovës, sepse motocikleta, sporti motociklizmit, pa dash me hinë në sporte tjera, se cili kallët e veta, mirë po është bëjgje sporti i shtrejt. Uroj atëherë që të realizone dhe gjitha këto kërkesat cilat ju i kene besoj si federat përfaqësoni këto klube dhe mundoheni që të paktën t'i plotësoni disa prej këtyre kushteve. Faleminderit shumë, urojmë edhe në gjithashtu, edhe kisha dashur edhe një herë që t'i kthehemi asaj që është më e rëndësishme për neve si aktivitet data 6 marsi, i bëj thirrje gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës që çdo kush që ka një motociklet na bashkohet në këtë event, në këtë rrugtim historik, në këtë rrugtim me të vërtetë që do të jetë shumë emocional, sepse do të ketë atmosferë të jashtëzakonshme dhe t'i nderojmë ata të cilët sot ne i gëzojmë lirinë për shkak të tyre. Për shkak të tyre. Kënaqësi që ju pata në studio, faleminderit shumë për kohën që keni ndonë dhe për gjitha informatat. Atëherë i presim edhe të tjerë qytetarë që të bashkohen me datën 6 mars, 9:30. Qysh prej orës 9 në fakt mund të filloni të bëheni gati dhe të organizoheni për këtë aktivitet kaq të mirë, në fakt ku do të shohim edhe motociklizëm, edhe paraglajdim, qielli dhe po ashtu edhe rrugët në fakt do të marrin një formë krejtësisht tjetër. Kënaqësi që ju pata në studio.